e shohim vetëvendosje, kur ju ka drejtu partive politike, ka arrit deri në atë pikë sa i ka quajt udbash, i ka quajt bashkëpunëtor të Vučićit, bashkëpunëtor të Beogradit, pra i ka etiketu me gjanat ma të pa vërteta dhe ma të pa pranueshme, dhe normal që një pjesë e elektoratit që nuk e ka inteligjencën as shumë të lartë, fillon edhe beson këto gjana edhe i merr për të vërteta. E njëjta vetëvendosje gjuha e saj ndaj medjave. Do ka arrit që m'ju drejtu medjave me një gjuhë të tmerrshme, ju jeni bashkëpunëtor të Serbisë, ju jeni zëdhënës të Serbisë, ju jeni i paguheni nga Serbia, pra kjo është një gjuhë që ka arrit me tensionu situatën. E kemi gjuhën prapë të vetëvendosur ndaj bizneseve. Do thonë duke i quajtur oligark, ju për shembull Klan Serbia, lufta drejt për drejt me Devolt, po jo vetëm, pra është gjuhë që ka arrit që njerëzit me fillu me pa bizneset si diçka e dëmshme për shoqërinë, e jo sikur diçka që është promotor ose motori kryesor i zhvillimit të një vendi. E kemi gjuhën